Pse nuk u lirua me kusht Kadri Veseli? Gjykata Supreme në Hag ka refuzuar kërkesën e Kadri Veselit për lirimin me kusht, duke lënë në fuqi vendimet e mëparshme që parashohin vazhdimin e paraburgimit. Sipas vendimit të Supremës, nuk është konstatuar asnjë shkelje procedurale në trajtimin e rastit nga instancat e mëhershme. Gjykata ka vlerësuar se mbeten të pranishme rreziqet e ndërhyrjes në procedurë dhe ndikimit në dëshmitar, çka bën të justifikuar vazhdimin e paraburgimit. Në arsyetim thuhet se rreziku i pengimit të drejtësisë nuk zvogëlohet automatikisht me kalimin e kohës, por vlerësohet në bazë të rrethonave konkrete të çështjes. Gjykata ka theksuar se ekziston mundësia që Veseli të ketë qasje në informacione konfidenciale dhe të ndikojë në proces, edhe pse gjykimi ndodhet në fazën përfundimtare.